Vetëm 2 ditë para votimit, Partia Demokratike ka denoncuar shkeljet e rënda në procesin e votimit të diasporës me theks të veçantë në Greqi. Në një deklaratë për shtyp, drejtuesja politike për diasporën, Josefina Topadhi, ngriti alarmin për dorëzimin fizik të zarfeve në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, çka sipas saj bie ndesh me ligjin. Sot ka ndodhur edhe ajo që ne nuk e imagjinonim, që të dorëzohen edhe zarfet me dorë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Atëherë do përsërisim edhe një herë kërkesën për shqetësimin ton serioz dhe të thellë që po ndodh në procesin e zgjedhjeve në territorin e Greqisë. Të ndalohet menjëherë dorëzimi i zarfave në dorë në KQZ. Kërkesa dytë, të ndahet dhe të trajtohet në mënyrë krejt të veçantë kuti që vijnë nga Greqia me kuti të tjera që vijnë nga Italia. Së treti, të bëhet auditimi i të gjitha rasteve të kutive të dërguara për mënyrën se si është bërë procesi i votimit. PD-ja kërkoi një auditim të plotë të kutive të ardhura nga emigrantët për të verifikuar jo vetëm mënyrën e votimit, por edhe transportin dhe dorëzimin e tyre në Shqipëri. Selia Blu ka shprehur shqetësimin se kjo situatë dëmton integritetin e procesit zgjedhor dhe kërkon transparencë të plotë nga institucionet përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.